Do nëse rasti tragjik në Koçani është një ngjarje e rëndë për historinë e këtij shteti dhe një humbje shumë shtresore, e ende vazhdojnë krejt pasojat nga ky rast, sidomos trajtimi të plagosur dhe aspekti i protestave për zbardhjen e përgjegjësisë që e bën të jetë ende një rast i freskët, aktual dhe në zhvillim e sipër, mendoj se mund të nisin të analizohen aspekte të ndryshme nga kjo tragjedi. Dhe sidomos një analizë konteksti se çka, ku dhe kur i ka ndodhur kjo, jo vetëm Koçanit, por krejt vendit. Disa pika të përgjithshme dhe disa të veçanta shqiptare, kryesisht të pashqelluara më parë në opinion. E para që duhet cekur është se kjo është një humbje e madhe, shumë shtresore e këtij vendit, pasi aty kanë humbur jetën një numër i madh të rinjsh, gati një gjenerat e tërë e një qyteti të vogël të zbrazur më parë nga ikjet e mëparshme brenda dhe jashtë vendit. E dyta është shtresa e dytë e humbjes që sipas krejt asaj që dihet deri tani nga detajet, kjo ka ndodhur në një koncert të njërit nga grupet më të popularizuara maqedonase për momentin, ku kanë humbur jetën edhe vetë shumica e atyre artistëve që kanë performuar atë natë. Për koncerte ka tjera parametra dhe duhet analizuar krejt infrastruktura e qytetit përkatës, sepse duhet të funksionojë kështu një subsistem kulturor ku kësi ngjarje të mëdha të mbahen në vende si ai objekti që më shumë dukej si një angar e jo të mbahet në pallat të kulturës dhe hapësira tjera të ngjashme, për të cilat direkte janë përgjegjëse Ministria e Kulturës dhe Komuna, e të cilat dy institucione deri tani janë humbur krejt e nuk janë prononcuar për këtë rast. 4, që është shtres tjetër e humbjes, është se kjo u perceptua si një humbje mbarkombëtare për krejt shtetin dhe qytetarët, pasi në fotot e para të publikuara nga ai objekt më shumë i ngjante pamjeve nga qytete dhe fshatra në Maqedoni që janë katandisur në aso gjendje pa standarde dhe kritere, dhe krejt qytetarët e panë se mund të ishin ato aty edhe kur nuk janë në disko, por edhe kur janë në për shtëpi, shkolla, spitale, kafene, e bile edhe kur janë në për xhami dhe kisha, sepse në shumë këto objekte në këtë shtet nuk janë po ashtu të plotësuara standardet për mbrojtje nga zjarri dhe për evakuim. Kur vim të analizat e veçanta për shqiptarët, është mirë të ceket në fillim se shqiptarët si komunitet në vete pakthyeshëm e kaluan testin e bashkëndjesisë dhe bashkëjetesës me krejt dhimbjen, kujdesin dhe solidaritetin për këtë rast dhe humbje të madhe. Themi pakthyeshëm pasi nga frika e protestave tani ka tendenca që të kthehet konteksti ndëretnik, e që nuk është rasti këtu, pasi u pa se viktimat në Koçani ju dhimbsën krejtve, qytetarëve pa kur një farë dallimi etnik. Edhe në këtë rast u vërtetu se është pastër kontekst qytetar kundrejt shtetit ligjor dhe sundimit të së drejtës. Po ashtu, shqiptarët dhe qytetarët tjerë arritën të bëjnë një ndërlidhje me tragjedi të ngjashme që ndodhen më herët në këtë vend, sikur spitali modular në Tetov, rasti i Besatrans dhe Durmotust, raste këto ende pa epiloge gjyqësore të plota, ku njëjt kishte tendencë për mbulime faji, licenca falso dhe tjera përgjasime që përfunduan me plot viktima. E shtata është se vlen si përfaqësues shqiptar e nxori me këtë rast ministrin më të kthjellët tërë këtë kohë të krizës me rastin dhe viktimat, e ai është ministri i shëndetësisë Arben Taravari. Aq sa këto ditë vërehet një xhelozi bile nga ana e disa përfaqësuesve politik maqedonas që na duket se është arsyeja kryesore për tentativa për minimizim të rolit dhe punës së tij. Pra, komenti ynë i parë
Për krejt këto që këtyre ditëve spekulohen rreth këtij lideri politik, është shprehja që përdorin të rinjt dhe të rejat, xhelozia është në pyetje. 8. Vlen si përfaqësues shqiptar në qeveri, me presionin dhe forcën politike, ishte më meritori që menjëherë shteti e bëri kërkesën tek BE për aktivizim të mekanizmit mbrojtës të Bashkimit Evropian, nëpërmjet të cilit mekanizëm u mundsua trajtimi jashtë i disa prej të plagosurve. Por, njëkohësisht, kjo rishfaqi prap orientimin strategjik politik. E kjo gjë e vendoi si për vlenin në udhëheqje politike pasi vetëm disa ditë më parë, edhe nga kryeministri, edhe nga pjesa tjetër maqedonase e qeverisë, shfaqej gati një vlerë ndaj Bashkimit Evropian, duke kujtuar se ata janë të fortë me presidentin e sapo zgjedhur të Amerikës Trump e tjera me radhë që i thonin. Pra kjo është një merit direkte e zëvendës kryeministrit të parë Izzet Megjitit dhe zëvendës kryeministrit për Eurointegrime Orhan Murtezani, që shqiptarët janë ato bartësit e strategjisë euroatlantike që aktivizuan mekanizmin mbrojtës të BE-s. Pika e 9 është ajo që opinioni pati rastin ta dëshmoj me rastin e krizës dhe tragjedisë në Koçani, është se ndodhi një transfert e kontrollit të gjyqësorit nëpërmjet kontrollit të prokurorit publik Kocevski. I njëjti, vetëm 2 javë më parë, kishte iniciativë për shkarkimin e tij nga ana e qeverisë dhe shumicës aktuale, dhe tendencat ishin kundër krejt këtij. Sigurisht shkaku, si thuaj, se kontrollet nga regjimi i mëparshëm BDI LSDM. Mirë po, ajo që ndodhi me rastin e tragjedisë ishte se ai edhe publikisht u shfaq nga ana e kryeministrit e meritoi një mbështetje për krejt punën dhe efikasitetin e bërë. Pra, ajo që opinioni dëshmoi me këtë rast ishte se në këtë kishte ndodhur një transfert, e shprehur me terma futbollistike, një transfert e kontrollit të gjyqësorit nga Dui Kiçevo tek VMRO Skopje, dhe ashtu ishte humbur shtylla kryesore e forcës për mbijetesë politike të BDI si grupim politik. Dhe me këtë rast, opinioni e shef çdo ditë e më shumë se BDI forcën kryesore e ka pas në kontrollin e gjyqësorit, për të cilat gjithmonë ka kontrolluar vetëm rastet e veta e jo ndonjë padrejtësi ndaj shqiptarëve apo zullume tjera që kanë ndodhur gjatë tërë 20 viteve që e njëjta ka qenë në pushtet. Dhe me këtë rast, BDI do e qanë dhe e vajton atë humbjen e ndikimit në gjyqësor, pasi çdo ditë e më shumë po shtohet burgime dhe shpallje të akuzave ndaj ish funksionarëve të BDI-s, të cilët më parë ishin si të paprekshëm nga ana e të njëjtit prokuror dhe njëjtës gjyqësi. Ditë të rënda dhe të vështira vinë për BDI-n, por kjo gjithmonë përkthehet në atë se mund të vinë ditë të mira për shqiptarët.